Po që të thotë? Jo, deshta një sen të them, mos u dëshpëro, mos u ndalë, sepse Kosova pavarësinë e ka marrë me kompromisit dhimbshme. Kompromisit e dhimbshme kanë qenë si manastirit ortodokse shqiptare, që ka uzurpu Serbia e ka shëndru në manastire ortodokse sërbe, me Deçan, me Patriarkon, me Greqanic, me të gjitha tjerat, është dashta e pako atisarit me pranua të kompromisin politike e Kosovës ka qenë detyrume si kompromis me Lëshupe. Tash, kur shteti po hin në pjekurin e plot, po maturon, po i bën 18 vjetë, tash nuk ka mo me aleratue politikës kimen e me thonë të lutem krye. Po ka presion serios për ato që është e mirë njerëzore, për ato që është fisikrim njerëzor, për ato që është të takon ty e drejt, se konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut e thot qartë, se cili njeri ka të drejta mbroj vetën e vetë dhe e interesat e tij. Dhe tash, në qoftë se ne kemi kultivuar me durim, me investim të jashtëzakonshëm, një bashkëjetesë fetare të mrekullueshme, e që midis Tiranës kryqëzishata botërore, e Bektashive. Në qoftë se kemi qenë qaq tolerancë, ja kemi kriju mundësinë dhe ja kemi rujt kishat. Kishën e Deçanit e kanë rujt shqiptarët, Patriarkonin e Pesë e kanë rujt shqiptarët. E bile e kanë formu. Pranoj, atë mirësin tonë, të mikpritjes që kemi përdorë për këta slavët e Karpateve, që atë mirësin tonë e kanë shfrytzuar e kemi bërë deri këtu. Tash, nuk e di kush sa i madh Zoti. Serbisht e kanë fjalën e bukur, shumë bukur, sfeste plaqa, sfeste vraqa duplo. Shqip është, nuk ka met bërsh pa u këthyje, jam e grash, jam e krye. I madhë Zoti. Këtu do të një qetësi e Mark Aurelit. Do një qetësi shpirtërore e shpirtëgjallësie madhe dhe një vendosmëri e pa asnjë tolerancë këthim rapa. Ne jemi, unë kam shpresë për të vetin fakt që Sadria e di shumë biznesmena kanë gënyu, na kanë mashtru, do e bëjmë ne, do e sjellim ne, iku ajo. Jo, se kanë pas kushtet, që kanë gënyu, se kanë mashtru. Pse shteti? Jo, shteti nuk ka bërë asnjë gjë intime, por unë do të thoja që se cili nga ne duhet të mendoj vetëm një fjali. Perandori i madh i Bizantit, Shën Konstantini. Nga ishte Dardanas. Pra ne duhet të kuptojmë që ortodoksia si fe, dhe këtu unë nuk po e egzagjeroj fare, është e shqiptarëve. Ka qenë është dhe do të mbetet e shqiptarëve. Shën Konstantini i madh. Dhe madje kisha e Ulpianës e ka emrin kisha e Shën Konstantin Dardanasit. Dhe ne duhet ta mbajmë me krenari këtë emër të madh dhe duhet ta trashëgojmë. Sepse ne jemi ata që kemi legjitimuar krishtërimin në botë. Kur them ne, ishte Shën Konstantini i madh, që ishte Dardanas. Dhe që unë përsëri këtu bashkë me ju edhe bashkë me profesorin, përsëri unë më lindë drejta të jap një premtim publikisht, që shumë shpejt, me ndihmën e të gjithë shqiptarëve, me ndihmën e shtetit, e të gjithë dashamirësve dhe me lejen e Zotit, ne do të ndërtojmë kishën e Shën Konstantin Dardanasit në qendër Prishtinës. Bravo, Dr. Gitje. A mendon se Serbia po i përdor kishat ortodokse në Kosovë për me pas ndikim këtu edhe me qenë alo? Kemi qenë bashk kur unë kam qenë ulur këtu dhe i bëra thirrje kryeministrit Albin Kurti dhe i thash të kontrolloj manastiret ortodokse serbe, sepse brenda tyre nuk do të gjej vetëm qiri edhe ikona lutje, po do të gjej armatime.
A ka ende? Dhe doli manastiri i Banjskës. Dhe unë nuk e di se si shteti tregohet kaq i pafuqishëm, sa që të shpalli non grata patriarkun e Serbisë Profirje, cili i ka duart e lara me gjak shqiptare, dhe gjithashtu edhe të largoj priftërinë serb nga Republika e Kosovës. Pra, kur dikush të thotë që unë nuk të njoh autoritetin, ama ai që ndron në shtetin tënd, unë nuk e di se si mund ta pranosh ti këtë gjë. Pra kjo është një shpërfillje. Pra, unë Sadri nuk të njoh ty si moderatori Koishia Show, ama unë vite Koishia Show. Po ti kur s'më njeh mua si vjen, unë e drejtoj. Ku e di ku i kam zyrët. Pikërisht pra. Ka gazu dikush? Dhe kjo është e dhimbshme. Kjo është ne qeshim, po kjo është shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Pa ka qenë ai huaj me ta uru? Kishe se e di që kanë qenë shumë njerëz institucione ndryshme. Nga komunitetet fetare nuk ka ardhur asnjë. Hiç? Absolutisht asnjë. Përveç besimtarëve, përveç disa politikanëve dhe zyrtarëve, komunitetet. A ka qenë presidentja, kryeministri? Jo, nuk kanë qenë. A kthehemi te Noli. Uroj që një ditë të bukur do vinë dhe patjetër që do vinë. Patjetër. Po. Patjetër që do vinë sepse fjalë vërtet. Fjalë vërtet. Dhe kur të vinë unë patjetër i pres me shumë dashuri. Do të vinë, por Po mos e do kthehemi tek Noli? Qeveria ka halle. Fanoli, sa ka qenë kryetar qeverie në Shqipëri, ignorancë të mërshme. E asë kohë, ditë terë, bile është një vlerësim, thotë Fanoli dështoj në Shqipëri për shkak se boni te për dritë. Dhe njerëzit në terën e ignorancës u vërbuan. Dhe del në dajti, Fanoli e merr një fyllë, që e ka qenë edhe i muzikës, edhe i pëjbjen fyllit një mriz në hije, një qoban të këqyrë. Tha, e që banë, që shpërdo këtë kjo? Tha, shumë mirë, e që banë ikështë pas njoftë. Tha, Shqipëria në telashe, në varfëri ekstreme, tha, kryetari i qeverisë, dhe premieri, tha, i bje fyllit të mrizi. Fanoli, e ka marrë shumë lakën, ma të kanë shme jetën time, edhe pranej. Qeverit ka në hallet rada. Hallet mëdhaja, shkoj nga dalë. Sa vynë për me lindje qeveri, profesor, se na e dim që nën mujdet do të me prit për me lindje fëmijë. Sa do të me prit për me lindje qeveri në Kosovë? Asnjë pyetje rreth kësaj pune mos ma bën për arsye se unë jam shkrimtar. Shkrimtari fush veprime ka është fush veprimi gjuhës shqipe. Thash për fjala është mjeti për kryesori punës shkrimtarit, nuk duhet më marr me ata që bojnë parti politike, kanë interese politike, kanë besime politike, kanë edukat politike.